Përshëndetje të dashur teleshikues, po japim lajmet në televizionin 4+. Sot në ditën e fundit të fushatës, kryeministri Edi Rama u ka bërë thirrje shqiptarëve të diasporës që të dorëzojnë zarfet, mos t'i mbajnë fletët e votimit në shtëpi. Sot është dita e fundit para zgjedhjeve të 11 majit, ku drejtuesit e partive politike i bëjnë thirrje diasporës që të votojë. Kryeministri Rama u kujton shqiptarëve jashtë kufive që ende nuk e kanë dërguar mbrapsht zarfin me votën e tyre, se është dita e fundit e ballafaqimit të palëve para gjykimit të popullit sovran. Ai thotë se ky është dhe mesazhi i fundit që do të përcjell motrave dhe vëllezërve në Greqi e me radhë, ku ende ka zarfe që janë nëpër shtëpi dhe ku ka ende kohë për të bërë pjesë e takimit të historisë më 11 maj. Ky është edhe mesazhi i fundit që dua t'ju përcjell të gjithë motrave dhe vëllezërve tanë në Greqi, në Itali, në Gjermani, në Britani e me radhë, ku ende ka zarfa që janë në shtëpia dhe ku ende ka kohë për të bërë pjesë e takimit historik të 11 majit. Për të takuar historinë së bashku me shumicën ndërmuese të shqiptarëve që në 11 maj do të përcaktojnë pas një ekuivok rrugën e fatit evropian të Shqipërisë. Ju lutem, keni marrë mundimin të regjistroheni, jeni në kushtet kur për herë të parë në histori mund të votoni drejt për drejt nga jashtë kufive, por në ditën kohë keni edhe shansin historik të merrni pjesë në një palë zgjedhje që janë më shumë se sa zgjedhje për partitë, janë më shumë se sa zgjedhje për kush do të qeverisë e kush do të qëndrojë në opozitë, janë zgjedhje për të përcaktuar se ku do të jetë Shqipëria 2030, për të përcaktuar se si Shqipëria do të përballojë dhe do të mbyll negociatat me Bashkimin Evropian 2027, janë zgjedhje për t'i dhënë një fuqi të re vendimmarrëse dhe një frymë të fortë Bashkimi Evropian vetë Shqipërisë. Shpresoj dhe besoj që kush më ndoqi dhe kush ende e ka zarfin në shtëpi do ta bëj një përpjekje, do ta bëj një mund të vogël, krahasim me gjithë mundet e mëdha që keni bërë më parë, për t'ju bashkuar dallgëve të mëdha kuqezi që do ta përmbysin me shpresë, me energji, me ardhmëri Shqipërinë e 11 majit. Sipas KQZ-s, votat që mbërrin pas datës 11 maj ora 19 do të shpallen të pavlefshme. Votat e ardhura nga diaspora do të administrohen dhe numërohen në Pallatin e Sportit Feti Borova pranë Parkut Olimpik në Tiranë. Kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha para gazetarëve i ka dërguar një mesazh diasporës: eja votoni në Shqipëri më 11 maj. Partia Demokratike mbyll sot fushatën elektorale për zgjedhjet e 11 majit, kurse lideri i saj Sali Berisha i dërgon mesazhin e fundit diasporës shqiptare. Berisha gjithashtu ka denoncuar parregullsitë në procesin e votimit me post në disa shtete, sidomos me Greqinë. Ai u ka bërë thirrje shqiptarëve të udhëtojnë dhe të votojnë fizikisht në vendlindje. Jashtë vendi që mund të vi këto 2 ditë dhe të votoj ditën e diel në qendrat e votimit do të ishte shkërbim i jashtëzakonshëm, një rast unik që u jepet për t'i shërbyer vendit. Së dyti, sot ne mbyllim fushatën më të bukur, më entuziaste, më optimiste të shqiptarëve të lirë, të njerëzve të lirë në bulevardin e ri të kryeqytetit. Mbrëm kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha në takimin përmbyllës në Shkodër e quajti një triumf lajmin e dhënë nga gazetari amerikan se ai mund të udhëtojë drejt Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Ai falenderoi presidentin Trump. E vërteta triumfoi, ndaj dhe një mirënjohje të pakufishme për presidentin Trump që i preu kokën qarprit
Soros në Washington. Po një mirënjohje thellë për të gjithë ju që qëndruat në kumposhtet, edhe në kohërat më të vështira ju votuat Partinë Demokratike. Ky njeri tani që ndërton saraje 2 herë më të mëdha se Enver Hoxha, me një kopsht 4 herë më të madh, ky njeri tani del dhe bën fjalë për çyryk, për autik, për këto, për ato, nuk i vjen as një frek gojsti, duke fyer në këtë mënyrë duke fyer dhe një akt që unë ja them këtu sot, ai bëri një tërheqje, por nuk është e vogël, se atë ka bërë vetëm Maduro, diktatori Venezuelës, e ka në fjalim të njëjtin term. Festa e abetares u festua sot me recitime e këngë nga nxënësit e klasës së parë së bashku me mësuesen e tyre Hedie Hoxha në shkollën jo publike nënshkruesi pavarësisë Nebi Sefa. Sot u festua festa e abetares nga nxënësit e klasës së parë së bashku me mësuesen e tyre Hedie Hoxha në shkollën jo publike nënshkruesi pavarësisë Nebi Sefa. Festa e abetares shënon përfundimin e një periudhe të rëndësishme të klasës së parë, ku voglushët mësojnë të gjitha shkronjat e alfabetit dhe hedhin hapat e para në botën e leximit, shkrimit dhe të numrave. Ambienti festiv është zbukuruar me vizatime të shkronjave tollëmbace, figura me thënie të bukura për librin dhe dijen. Nxënësit kishin përgatitur një koncert festiv me recitime dhe këngë të ndryshme. Jeni prindrit e mrekullueshëm. Keni fëmijë të mrekullueshëm. Sot jo vetëm fëmijët, po dhe zysha, njëkohësisht bashkë me ju, se unë shoh në sytë tuaj, që të gjithë jeni të përfshirë në emocion. Emocioni është i pranishëm për të gjithë. Kjo është normal. Megjithatë, zysha ju uroj shëndet, lumturi dhe mbarësi këtyre fëmijëve tuaj të mrekullueshëm. Sot jemi mbledhur për një festë shumë të bukur dhe shumë të madhe. Është finalizimi i librit të parë të fëmijëve tuaj, i abetares. Ata erdhën në bankat e shkollës, ju, prindër të dashur, i dha duart, duke më mbështetur dhe mua, për të arritur këto suksese që fëmijët tuaj kanë arritur. Prindrit morën pjesë me emocion, duke ndjerë një lidhje më të thellë me shkollën dhe mësuesit. Në mbyllje të koncertit, fëmijët kërcyen veshur me kostume popullore. Në emër të presidentit të shkollës, drejtorisë së shkollës, dua të përgëzoj dhe të falenderoj këta fëmijë të mrekullueshëm. Po padyshim edhe ju prindër, të cilët e mbështetët të aktivitet këtë ditë festive. Po kështu mësuesen e klasë parë. Gjithashtu, profesor Benin edhe kameramanin ton Gendin, të cilët ndikuan dhe ndihmuan në realizimin e këtij spektakli kaq të bukur. Kjo është një ditë e veçantë për këta fëmijë e cila kjo do të mbetet në kujtesën e tyre përjetësisht, pasi është dita më e lumtur dhe dita e mësimit të abetares. Abetarja është dita e alfabetit ku historia jonë tregon gjëra gjatë për zhvillimin e arsimit ton shqiptar. Dhe njëherë përfundimisht unë dua të uroj nxënësit urime, suksese në rrugën e gjatë të dijes. Padyshim edhe prindrit dua t'i falenderoj, të cilët kanë bërë zgjedhjen e dur për regjistrimin dhe angazhimin e fëmijëve të tyre në shkollën nënshkruesi i pavarësisë. Certifikatat e mirënjohjes i ndau mësuese Hedia për të gjithë nxënësit. Festa e abetares nuk është thjesht një ceremoni shkollore, por një moment i rëndësishëm që shënon hapin e parë në rrugën drejt dijes dhe kulturës, duke u kthyer në një kujtim të paharruar në jetën e çdo nxënësi. Shkruesi pavarësisë.
është mbyllur sot kampionati i futbollit për nxënësit e shkollave 9 vjeçare të Bashkisë Lushnjë me fitoren e shkollës Liri Kazazi. Pas një turi të gjatë eliminator, sot është mbyllur kampionati i futbollit për nxënësit e shkollave 9 vjeçare të Bashkisë Lushnjë. Kampionati 15 i organizuar nga Qendra Kulturore Fëmijëve, zyra arsimore me mbështetjen e Bashkisë Lushnjë, ka nxjerrë në finale skuadrat e futbollit të shkollave 9 vjeçare Liri Kazazi dhe Skënderli Bohova. Me këtë rast, fusha sportive e stadiumit Roza Haxhiu ishte mbushur me mbështetës nga të dyja shkollat. Ndeshja pati rivalitet të fortë, por pavarësisht rasteve të shumta, ndeshja e rregullt përfundoi me rrjeta të paprekura 0-0. Trupa e gjyqtarëve të rinj të Kolegjit të Gjyqtarëve Lushnjë i dërgoi skuadrat drejt penalltive, ku në fund fituese doli shkolla Liri Kazazi. Drejtori i Qendrës Kulturore të Fëmijëve Sajmir Bahja pasi përshëndeti futbollistët e vegjël ndau çmimet. Sot ishte finalja e kampionatit të 15 të futbollit midis shkollave 9 vjeçare Bashkia Lushnjë dhe siç e ndoqëm të gjithë, ky kampionat u fitua nga shkolla Liri Kazazi. Por do të doja të filloja me disa falënderime për shkollat pjesëmarrëse, për nxënësit e shkollave të cilët bën të mundur që ky kampionat të ishte kaq interesant dhe me kaq vlera, për mësuesit e edukimit fizik të shkollave, të cilët punojnë pa lodhur me këta nxënës dhe na sjellin këto emocione që me të vërtet sporti ka një adrenalinë shumë të papar. Në ceremoninë e ndarjes së medaljeve ka marrë pjesë edhe kryetaria e bashkisë Riselda Sefa. Sefa u shpreh se në edukimin e duhur për brezin e ri janë edhe aktivitetet sportive gjithvjetore që mbështeten fuqishëm nga pushteti vendor. Është shumë kënaqësi që ne po e vazhdojmë të traditën e bukur të kampionatit të futbollit midis shkollave 9 vjeçare. Këtë vit kishim kampionatin e 15. Këto kampionate realizohen që të kemi sa më shumë aktivitete sportive për të rinjt tanë, sepse siç e shikoni dhe nga atmosfera krijon një atmosferë shumë bukur midis nxënësve. Prandaj dhe ne gjithë to terrene sportive i kemi bërë rikonstruksion në shërbim të tyre. Në të ardhmen do të kemi akoma më shumë aktivitete sepse duam që fëmijët tanë të kenë edhe aktivitete sportive të cilat bëjnë shumë mirë jo vetëm për shëndetin, por patjetër edhe për t'i larguar ata dhe nga veset e tjera sociale dhe shoqërore që mbulon shoqërinë tonë në vitet e fundit. Mbrëmjen e djeshme u zgjodh Papa i ri, Leo i 14. Për herë të parë, zgjidhet një Amerikan që drejton Kishën Katolike. Leo i 14, Amerikani Robert Prevost, u shfaq në balkonin e Basilikës Shën Pjetri për të drejtuar besimtarëve katolik fjalët e para si pap. Ai u tha mira besimtarëve që ishin mbledhur, paqja qoftë me ju. Kardinal Prevost është Amerikani i parë që zgjidhet pap dhe me emrin Leo i 14. Mbrëm Tymi Bardh nga Oxhaku i Kapelës Sistine njoftoi zgjedhjen e papës së ri, papa i 267 i Kishës Katolike Romane. Kardinalet katolik zgjodhën pasditën e së njëjtës në votimin e 4 në konklav pas ardhësin e Papa Franceskut. 3 votimet e mëparshme ishin të pasuksesshme, ndërsa votimi i 4 ju dha besimtarëve katolik në mbar botën papën e ri. Prezantimi i tij me botën u bë nga balkoni i Vatikanit, kur një nga kardinalët tha fjalët "Kemi papën e ri" dhe më pas udhëheqësi i ri i Kishës Katolike ju drejtua botës. Rreth 40.000 besimtarë të mbledhur në sheshin e Shën Pjetrit në Vatikan pan tymin e parë duke dalë nga Oxhaku. Për zgjedhjen e papës së ri kërkohen votat e 2/3 të kardinalëve, apo 89 vota nga 133 kardinal, të cilët u izoluan në Kapelën Sistine që nga dita e mërkurë. Papa Leo i 14 kremtoi sot meshën e tij të parë si pap, ndërsa merr përsipër udhëheqjen e 1.4 miliard katolikëve romak. Këto ishin lajmet tona për sot. Lajmet i gjeni dhe në internet në website-in 4plusmedia.tv. Bashk, mirupafshim.